Luka, njëri besueshëm i zotit Bexhet Pacolli prej 18 vjetësh, i cili ka lidhur një kontratë me partnerin e 2A për implementimin e një kontrate në Libi për llogaritë të kompanisë Mapco. Kontrata tjetër lidhur me kompaninë 2A, e cila është kontratë e zotit Valon Ademi, pra kompania e zotit Valon Ademi. Dhe bëj fjalë për një kontratë në cilën u paguan 14 milionë euro pa garanci bankare. Kur Bexhet Pacolli kuptoi që kjo pagesë ishte bërë pa garanci bankare, kërkoi një takim me administratorin e vet Valon Lukën, i cili e siguroi atë se 2A po ndërmerr të hapa të mëdhenj dhe se kishte blerë mbi 30 njësi makinerish për të ekzekutuar punimin në Libi, duke bindur se kompania A2 ishte një partner serioz. Pra historia midis tyre, konflikti ligjor midis tyre fillon në Libi, në lidhje me një kontratë. Dhe në atë kohë flitet që zoti Pacolli u bind për shkak se krau vetit djathtë, Valon Luka, i cili ka punuar me të për 18 vjetësh, ishte i drejtë dhe i vërtet në lidhje me qëndrimet që kishte me kompaninë A2. Mirë po në muaj shkurt të po atij viti, klienti nga Libia i dërgon një letër zotit Bexhet Pacolli, në cilën i lajmëron se kompania 2A Group nuk po kryente punimet që kishte marrë përsipër nga kontrata. Dhe ishte një kompani konfliktuoze dhe kishte mashtruar furnitorët e materialeve ndërtimore duke u premtuar pagesa që si bëri asnjëherë. Dhe flitet që puna arriti deri aty sa 2A Group, në drejtimin e pronarit saj Valon Ademit, në vend që të shlyente borxhet, u largua nga Libia së bashku me të gjithë njerëzit e saj, duke lënë në kantier vetëm 2 njerëz, një shqiptar dhe një prej vendasve që një libian. Në këtë situatë ka filluar krisa e parë, edhe kam edhe goxha dokumente të tjera që do i nxjerrim edhe ditët në vazhdim. Masa edhe mund të kemi zotin Pacolli ose një personazh tjetër që është afër kësaj ngjarje që mund të vijë, avokati i tij. Por di të them që thjesht mund ta bëjmë dhe lidhje Skype nëse ka lidhje me Skype, po. Fizikisht. Ajo që është si thua thelbi i situatës, është që ka pasur një raport miqësor dhe interesash midis Valon Ademit dhe Valon Lukës. Kjo është, këtu ka filluar realisht dy Valonit, Valon dyshi. Valoni, prandaj si duket e ka 2A. Dihet që në 18 gusht të vitit 2025, Bexhet Pacolli është informuar për një veprim tjetër, në cilin Valon Luka, duke përdorur një autorizim të shkruar me mirëbesim nga ana e tij, vitin 2023, ka kompletuar një dokumentacion dhe mendimin e një notere. Në prill të vitit 2025 ka transferuar në emrin e Valon Ademit 47% të aksioneve të kompanisë Via. Luka. Po. Ky akt është mbajtur i fshehtë nga Valon Luka dhe është gjetur nga Bexhet Pacolli në datën 28 gusht, rreth 4 muaj më vonë. Pra administratori i kompanisë i ka kaluar ortakut 47%. Po. Pa dijenin e zotit Pacolli nëpërmjet një akti të shkruar në mirëbesim nga ai dhe veprimet ligjore janë këto pikërisht në një periudhë kohore në cilën zoti Pacolli është edhe faktuar ka qenë. Po si mund të ka një pyetje? Se unë di marrëdhënie kontraktuale të këtij lloji, këtij biznesi, unë besoj se nuk mund t'i kaloj dot administratori përmes i kalon bordi. E ka pasur ai mirëbesimin, sepse zoti Pacolli. Jo, s'është problemi se patjetër. Po kalon me bord e ka mllafin, nuk mund të kalojnë kuotat se do një administrator. Pra duhet firmosi. Jam dakord, kishte firmosur në mirëbesim. Kishte mbajtur e fshehtë, pra e kishte autorizuar edhe për kalim edhe për shitje kuotash. Në atë kompani që ishte. Zoti Pacolli kishte autorizuar për Valon Ademi që Valon Lukën që të kalonte kuotat e Valon Ademi. Jo të Valon Ademit, në çdo lloj operatori tjetër ekonomik. Po. Në mirëbesim, po jo konkretisht për rastin në fjalë, cilin flitet. Thelbi është për t'i rënë shkurt, sepse dua që mos futemi shumë në detaje, mbasi këto dokumente dhe një pjesë e tyre më kanë ardhur sot, po thelbi është që transaksionet bankare për cilat flitet, paratë të tërhequra nga kredia dhe çdo gjë tjetër janë bërë me garancinë e Mabetexit. Si mund të marrësh para kur ti nuk ve kolateral? Pra është njësoj sikur unë të kem një pallat, ju të dy mos keni asnjë pro, unë të aplikoj për një kredi me idenë e investimit në antena në televizion. Edhe ti ose normali trisni pra ndërkohë që garancia bankare është prana ime. Atëherë kush i ka këto 48% kuotat e tjera? Kjo është logjika. Kaq po ta shkërmogjim, sepse unë tregova vetëm një pjesë që është maja e icebergut pasi kanë filluar situatat, sepse duhet i përpunojmë. Po, normal. Kam këtu dhe e thash dhe në emisionin e dieshëm që kanë ardhur disa gjëra. Thelbi është që këta pretendojnë aksione pavarësisht vlerës, sa kushtojnë qyshtek,
Ndërkohë që përparat e trequra nga banka nuk kanë dhënë asnjë kolateral për të marrë të garanci, kaq e thjeshtë është, për të marrë kredinë financiare. Kur ti nuk parati ka marrë buxhetin. Buxheti. Po pse thuhesh në këto në mediat e tjera? Sepse kredia që ka marrë 6 milion euro tek BKT-ja është bler nga një bankë tjetër, në cilën janë marrë 100 milion euro kredi. Tani këtu Anëri është ajo që të pyeta pak më parë që çfarë është klubi i Parisit. Klubi i Parisit që nga një bashkëpunim shtetesh që kanë krijuar banka që japin, pra është një bankë që jep kredi dhe janë raportuar marrëveshje kredi me më shumë se rreth 100 milion euro midis kompanisë për projektin dhe një audhensi offshore në Luksemburg. Ajo është be pasollit pra. Po, e cila kontrollohet nga një person që ka pasur një karrierë në financa ndërkombëtare dhe është kategorisht i përmendur si përfshirë në klubin e Parisit. Pra ky është personi. Kush? Nuk e thot në emër të patën se jep me detaje. Ka një listë zezë ta dish. Tani çfarë nuk është e qartë, vetëm të them çfarë nuk është e qartë në institucionet financiare të ndaluara pra që janë në listën e zezë, institucione në cilin zoti Pasolli ka marrë kredi. Klubi i Parisit është official dhe zyrtar, nuk ka nevojë sepse është Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania kanë pasur shpeshherë sukses me këto kredidhënie dhe më duket vazhdon prej shumë vitesh, nuk është sot. Tani çfarë nuk është e qartë, thonë nuk është konfirmuar publikisht, thonë, të paktën nga informacionet e para, edhe për të qenë korrekt me njerëzit se. Nuk është konfirmuar publikisht që klubi i Parisit si organizatë zyrtare të jetë debatues ose palë në këtë marrëveshje specifike të aeroportit. Lidhja që është bërë indirekte, një artikull investigues thotë se uadhensi Delfons Security Sal and Compartment Bernam është përfaqësues nga një person i përfshirë më parë në çështje me klubin e Parisit dhe nuk ka dokumente që tregojnë saktësisht se klubi i Parisit ka aprovuar ose negociuar veçmas këtë projekt dhe lidhjet është më shumë si lidhje historike financiare se sa dokumentuar si kontraktual. Këto janë 3 këndvështrimet që jepen.